Punimet për ndërtimin e kampusit të shkollave profesionale kanë nxjerrë në pa shkelje teknike dhe ligjore, të cilat po rrezikojnë jo vetëm infrastrukturën publike, por edhe sigurinë e nxënësve dhe qytetarëve. Firma e ndërtimit që po zbaton projektin, BOS Zishillari Construction, akuzohet se ka dëmtuar rrjetin e ujësjellësit pa njoftuar institucionet përkatëse. Gjatë punimeve janë shkaktuar dëme në rrjetin e ujësjellësit rreth 3 ditë më parë. Më shqetësues është fakti se kompania nuk ka njoftuar menjëherë autoritetet për dëmin e shkaktuar, duke vonuar edhe ndërhyrjen dhe zgjidhjen e problemit. Ky veprim përbën një shkelje të rëndë të rregullave teknike dhe të përgjegjësisë që duhet të ketë çdo subjekt ndërtues në infrastrukturës publike. Situata është bërë edhe më alarmante pas kontrollit të ushtruar nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, i cili ka konstatuar disa shkelje në kantier. Sipas inspektimit mungon projekti i ekspozuar dhe i aksesueshëm për publikun. Një detyrim ky ligjor që u jep qytetarëve dhe palëve të interesuara të drejtën të njihen me projektin, për masat reale të tij, si dhe standardet që po zbatohen. Kjo mungesë transparence ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si po realizohet investimi dhe mbi respektimin e procedurave ligjore. Po ashtu, janë evidentuar probleme të theksuara me rrethimin e kantierit, i cili nuk plotëson kushtet e sigurisë. Kantieri ndodhet pranë një institucioni arsimor dhe mungesa e masave mbrojtëse e kthen atë në një rrezik real për jetën e nxënësve, mësuesve dhe qytetarëve që kalojnë çdo ditë pranë zonës. Në raste të tilla, standardet duhet të jenë edhe më të larta për shkak të pranisë së nxënësve. Ky nuk është rasti i parë kur kompani ndërtimi dëmtojnë infrastrukturën e qytetit gjatë punimeve të tyre. Prej vitesh qytetarët janë përballur me raste të ngjashme, ku rrugë, rrjete ujësjellësi, kanalizime apo hapësira publike janë dëmtuar, ndërsa përgjegjësia shpesh ka mbetur e paqartë ose është trajtuar me masa minimale. Këto situata krijojnë kosto shtesë për institucionet lokale dhe në fund të fundit për takspaguesit. Përballë kësaj gjendjeje, kërkohet me urgjencë që institucionet përgjegjëse të marrin masa më të repta ndaj kompanive që shkelin rregulla teknike dhe ligjore. Gjatë punimeve ndërtimore, zbatimi i gjobave, sanksioneve administrative dhe kur është e nevojshme, masa ligjore është i domosdoshëm për t'u garantuar që raste të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka konstatuar tashmë shkelje në kantierin në fjalë, por pritet që këto konstatime të shoqërohen me veprime konkrete. Vetëm përmes një kontrolli të vazhdueshëm dhe ndëshkimeve reale mund të vendoset një standard që mbron interesin publik, sigurinë e qytetarëve, si dhe integritetin e institucioneve arsimore. Ndërtimet publike duhet të jenë një shembull korrektësie dhe profesionalizmi, dhe jo një burim rreziku dhe abuzimi. Qytetarët presin përgjegjësi, transparencë dhe veprim të menjëhershëm. Në të kundërt, pasoja të tilla nuk prekin vetëm infrastrukturën, por edhe besimin e qytetarëve tek institucionet dhe projektet publike.